Panairi i produkteve tradicionale i zhvilluar në kuadër të festivalit ndërkombëtar të agroturizmit në pazarin e Gjirokastrës solli një atmosferë të gjallë kulinarie, ku mjeshtrat e gatimeve prezantuan specialitete tradicionale nga zona të ndryshme të qarkut. Vizitorët patën mundësinë të shijonin dhe të njiheshin nga afër me një larmi gatimesh vendase që përfaqësojnë trashëgiminë gastronomike të krahinës. Dhe shikoj që të gjithë këta turistit që ndodhen sot janë të prekupuar dhe janë të interesuar që të njohin këto gatimet e Gjirokastrës. Jo vetëm kaq, por marrin fotografi dhe pjesën edhe për cilat janë përbërëse me të cilat bëhen këto gatime tipike tradicionale. Jemi grupi i zonjave të Selos të Polifonisë dhe përfaqësohemi këtu dhe me një tavolinë të pasur me traditat e fshatit, me gatime të ndryshme, me pije, me raki. Prezantojmë bashkinë Libohov, fshatin e Pravisht. Kemi gatimet e zonës. Kemi byreku me lakra, specat e mbushura, qellopit me djath, qellopit me kunguj. Pjesëmarrësit e vlerësuan panairin si një mundësi të mirë për promovimin e prodhimeve lokale dhe zgjerimin e tregut për bizneset e vogla. Sot nuk ka marrë pjesë me gatimet e lunxherisë së zonës time, me dhiplën, me byrekun, me asuden, me qoftet, me sarmat, me të gjitha gatimet lunxhote. Këto janë promovim shumë i mirë i vlerave, i trashëgimisë kulturore që ka qyteti i Gjirokastrës. Ne po shikojmë që ka shumë turistë huaj që po e vizitojnë këtë qytet. Krahas siteve arkeologjike, krahas të gjitha muzeumeve, është dhe kulinaria e parisme e qytetit të Gjirokastrës dhe rrethinave përreth. Janë të rëndësishme sepse nuk kemi si ta humbasim traditën. Gjithë përpjekjet janë që të transmetojmë dhe breza dhe të ruajmë ato që kemi. Tjetër pastaj ku fillojnë e pastruojnë dhe bëjnë, po nga tradita s'duhet lëvizim asnjëherë. Janë të bukura të këndshme, absolutisht po, ka lezet edhe jap gjallëri qytetit. Këto aktivitete ndikojnë jo vetëm për të promovuar traditat e zonës, por edhe për potencialin ekonomik që ofrojnë produktet vendase.